trajtim gjermane midis Prishtinës. Se kam thënë disa herë brenda emisionit Familja Jonë, klinika gjermane e syve është pikërisht klinika që përthekon komplet atë idealen e trajtimit dhe shërimit të smundjeve të syrit e sidomos diagnostikimit të hershëm të problematikave në të pamër. E kam thënë e përsëritur shumë herë brenda emisionit që gjithmonë janë një hap para, gjithmonë janë më inovativ. E pikërisht sot përmes kësaj interviste do ta sjellim edhe një prej pajisjeve më inovative e që e veçon edhe më shumë profesionalizmin në klinikën gjermane të syve, e cila është për largimin e dioptrisë. Normalisht për këtë do na flas doktor Afrim Shabani. Doktor Afrim, klinika gjermane si çdo herë ka risi edhe përditësimi përveç i formave të punës, trajtimit, shërimit të smundjeve të ndryshme, është edhe teknologjia që ju veçon. Sot do të flasim për diçka që ka ardhur shumë inovative këtu. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit juaj, se kjo është ajo që na gjithmonë mundohemi të jemi në hap, në kohën për cilët çdo e re që do të shfaqet dikon në botën perëndimore, klinika gjermane e syve këtë ka arritur me shumë sukses. 20 vite që jemi, gjithmonë jemi munduar të marrim gjithmonë aparaturat më të reja që nevojiten për një shërbim sa më cilësor dhe sa më të mirë për gjithë pacientët tonë. Rresht kjo është ajo që neve që para një kohë është një risi, domethënë në klinikën gjermane të syve, për themi kështu në intervenimet laserike, largimin e se bëjmë që 20 vite, por realisht tash kemi edhe aparaturën më të re nga Bausch & Lomb që është nga prodhim gjerman, realisht për largimin e dioptrisë. Është formë shumë e avancuar, është zakonisht e dim që puna e heqjes dioptrisë ka ato kriteret moshës se për çfarë moshë do të dim që pas moshës 18 vjeçare, kështu që gjithmonë pacientët që janë mbi moshën 18 vjeçare nuk kanë lëvizje të dioptrisë dhe i plotësojnë kriteret që lejohet të bëhet intervenimi laserik, kanë mundësi të vinë dhe të shohim çdo për trajtimin e tyre. Për ata pacientë që po na shohin, pse është kaq unike te Neo kjo aparatura që po flasim, krahas gjithë atyre tjerave që kemi pas? Po, realisht është prodhimi i fundit i kësaj teknologjie në këtë botën, realisht se çdo herë këto aparaturë e re tentohet që të ketë sa më pak efekte anësore, tentohet dhe ne kur flasim për këto intervenime laserike, gjithmonë ideja ka qenë që të largohet sa më shumë dioptri dhe të largohet sa më pak ynd në sy. Që dhe pacienti ta ketë rehatin edhe disa pacientë që më herët s'kan pas mundësi të bëhen ose kanë shkruar ato kriteret që lejohet të bëhet laseri, gjithmonë mi tentu në si klinik të arrijmë që ta sigurojmë një aparat që është prodhuar dhe që ka mundësi të ofrohet pacientëve tanë. Dhe pacientët patjetër që përfitimin e kanë, largimin e syzeve dhe shikimin më të pastër. Realisht domethënë që ka disa parametra të tjerë për trajtimin e smundjeve të korneas, por realisht kjo është më shumë e dedikuar për largimin e dioptrisë. Faleminderit shumë doktor Afrim. Faleminderit nga ju.